Faleminderit të nderuar pjesëmarrës. E mora fjalën sonte për të ndarë me ju kënaqësinë më të madhe dhe të vërtetën historike që sikurse natën e parë, edhe sot në natën në ditën e 87, jo vetëm që nuk jemi demotivuar dhe mësuar, po përkundrazi jemi më të fortë, më të bashkuar e më të vendosur se kur për të shkuar deri në fund rikthimit e demokracisë dhe pluralizmit real në Shqipëri. Dhe me këtë rast i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë, e në mënyrë të veçantë qytetarisë Tiranës, e sidomos tiransëve autokton, që bini në sheshet e lirisë, sepse çdo grimt se kësaj toke ka emrin tuaj, gjakun tuaj, mundin tuaj dhe historinë tuaj. E mos ta turprojmë as mundin, as gjakun, as historinë. Dhe bini në shesh, sepse kjo është protesta, jo proteste partive, jo proteste partive që dolën nga mitra për gjakur e partisë punës, që i ka pas zyrat që kjo ndërtesa këtu përballë. Por është protesta e çdo shqiptari në zemrën e cilit është Shqipëria, e çdo shqiptari që zemra e cilit ra për Shqipërinë dhe është gati me pushua për Shqipërinë. Kjo është pra një protest që do të shfrytësojë një herë e përgjithmonë të gjithë kakistokracinë, marrin, oligarkin, fllihësinë dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qendrin e shtetit shqiptar. Kjo është protesta e popullit shqiptar, e cila do të shfrytësojë një herë për gjithmonë korrupsionin, duke e shpallur korrupsionin tradhti kombëtare dhe të korrupturit tradhtar të kombit shqiptar. Dhe dijeni mirë që vetëm atëherë zuzartë e qeverisjes nuk do të mund të shtrinë dorën mbi pronat shtetërore as mbi pronat e shqiptarëve. Kjo është protesta që mbjell bashkim dhe dashuri midis popullit dhe protestuesve e jo urrëtie. E me këtë rast i bëj thirrje të gjithë njerëzve të jenë durueshëm e të mos bien preje provokimeve. Çdo rendje preje provokimeve jo se e cenon këtë protestë, se kjo protestë shambullore, por jep material atyre që e duan keq Shqipërinë. Prandaj kurajo e durimi është forcë dhe atletari. Duhet kemi parasysh, kjo është protesta që i kthen nderin dhe dinitetin mësuesit dhe arsimit shqiptar. Jemi vendi që shpallemi me mbi 60% analfabet funksional. Jemi vendi që nga 2015 e sot për 10 vjet kemi humbur 16 vende, 19 vende në rankimin ndërkombëtar. Prandaj i kthen nderin dhe dinitetin mësuesit, mjekut, ushtarakut, punëtorit, vajzës, nanës, gjithkujt dhe ja hek nderin dhe dinitetin e rrejshëm deputetave ignorant që nuk din të lexojnë as shifrat numrike, të gjithë atyre që me votën e vjedhur i sulën fronit. Kjo protest do ta shfrytësojë përgjithmonë elitën e rrejshme të komunizmit. Poshtë komunizmi, poshtë diktatura. Çdo shqiptar që nuk e kupton se çfarë i ka sjell komunizmi dhe diktatura Shqipërisë, kur mos bëft hajër, sepse ai nuk mund të quhet shqiptar. Dhe po ju kujtoj edhe diçka tjetër për nxënësit dhe studentët. Duhet keni parasysh, fillon shtatori, vinin folet tuaja, por nxënës dhe studentë Shqipërisë, shkollat dhe universitetet e Shqipërisë nuk është se ka ndryshuar shumë nga qershori. Siç i keni lënë gjeni, veç i gjenin kushte më të rënda, sepse janë rrit çmimet e qirave, janë rrit çmimet e ushqimeve, janë rrit çmimet e përballimit shpenzimeve, kur punësimi dhe ekonomia nuk ka pësuar të njëjtën rritje. Nuk kemi as kampuse universitare, as konvikte, as qendra shëndetësore, as biblioteka. Studentët dhe nxënësit e Shqipërisë janë mshirë të fatit.
Pakti për universitetin I tregoj gjithë Shqipërisë dhe botës që nuk mund të ketë një mashtrim dytë me besën. Ajo ishte besa e parë që u shkel nga qeveria, e kjo nuk do të përsëritet. Çdo shqiptar që I beson të pabesit, pëson fatit që pshuan student dhe pedagog. Me këtë rast I bëj thirrje, çdo studenti dhe profesori e mësuesi të ngrihet në protest. Dhe pse? Sepse me këtë rast nuk jemi në kushtet e vitit 2018-2019. Ta dinë student dhe nxënësit e Shqipërisë se këtë herë prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhtojnë, nuk do të votojnë kundër armës së fëmijëve të tyre. Jo 7 vjet kanë shërbye, janë të mjaftueshme për t'i treguar çdo shqiptari se çfarë do të thotë kur shet armën e fëmijëve. Se kur shet armën e fëmijëve, fëmijët ikin e ta lanë shtëpinë bosh, t'i lanë shkollat bosh, t'i lanë universitetet bosh. Këte kanë bërë horrat. Dhe së dyti, ta dinë studentë dhe nxënësit e Shqipërisë, që mësuesit dhe nxënësit e Shqipërisë, pavarësisht edhe ata që e kanë gëlltit lugën e qorbës prithur, nuk do t'i tradhtojnë, nuk do t'i lanë vetëm sikur në 2018-2019. Prandaj, thirrje kolegë nderuar, e janë në sheshet e lirisë, e janë me betimin e Zotit e me detyrën funksionale që keni për të qenë prindër të nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë. Dhe po mbyll duke falënderuar Zotin që jemi bashkë, duke falënderuar çdo protestues, rreth Bashkimi Evropian, rrofshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth çdo shqiptar që kontribon protestes për prosperitetin e Shqipërisë. Mirë pafshim vëllezër. Roman Burg, Berisha Burg! Roman Burg, Berisha Burg! Roman Burg, Berisha Burg! E pra kush pra se s'ka intelektual? Një intelektual I këtij kalibri është barabart me gjithë ata që kanë mbush parlamentin. Analfabet. Lush Shusha ka qenë prej vitesh intelektuali që kanë ngritë zërin kudo. Prandaj intelektualët duhet kënë guxime të dalin shesh, jo vetëm përmes Facebookut apo rrjeteve sociale. Fjalën tani jap një mjedisore Besiana Guri.